Thuaj se çdo 2 ditë apo 3 ditë këtu kemi të bëjmë me aksidente për shkak mungesës së aktivizimit të semaforëve. Këtu çdo ditë ka aksidente. Ky tashmë njihet nga të gjithë banorët dhe qytetarët e Vushtrrisë si udhkryqi i aksidenteve. E kam fjalën për udhkryqin i cili të çon në fshatin Begaj, i cili është në magjistralen Mitrovic-Prishtinë, por edhe pse ka sinjalizues, domethënë kemi semaforët prej rreth 4 muajsh këta janë jashtë funksioni. Përveç që po e pengon mbarvajtjen e komunikacionit, ai po e rrezikon shumë edhe jetën e qytetarëve, po i shohim edhe këto pamje, të cilat me të vërtet janë shumë të rrezikshme edhe për komsorët të cilët vazhdojnë dhe kanë rrugën këndej. Është një udhkryq mjaft i rrezikshëm, sidomos për kalimtar në vijat bardha në zebra, për familjar, po edhe për xhon sidomos. Thuaj se çdo 2 ditë apo 3 ditë këtu kemi të bëjmë me aksidente për shkak mungesës së aktivizimit të semaforëve. Unë personalisht jetoj këtu afër, që rreth 4 muaj janë jashtë funksionit për shkak se semaforin atje e ka dëmtuar një aksident dhe më nuk ka marrë masa askush për rikthimin gjendjen funksionale të semaforëve. Pra ne i bojmë thirrje qeverisë dhe Ministrisë të Infrastrukturës më saktësisht që të merr masa dhe të kaloj rrezikun e aksidenteve, qoftë të nxënësve apo familjarëve dhe veturave. Këtu çdo minutë, çdo sekond janë në rrezik edhe qytetarët, mirë po edhe vozicet e reja, sidomos që janë pa përvojë, besa janë edhe konfliktet pikërisht këtyne semaforave që nuk janë funksional, janë probleme që po mbjen shpesh me dalë prej lokali me ndërhy për mi qetësu gjakrat e njerëzve, se po shkaktojnë të lashat maja. Unë e kam dëgju se kryetari i Vushtrrisë ka kërku nga qeveria që me konë në kompetencën e qytetit, të më thonë e komunës, mirë po nuk është leju. Se ma mërmene se të kishin kompetencat e kryetarit të kishin dërmarë diçka ma tepër. Ma tepër se këtu çdo ditë ka aksidente. Edhe ma mërmene se edhe kryetarit i shkojnë individ, për shembull mi kërku që qëtë se janë dame shumë të mëdha, për shembull, veç në Ramazan ka ndodhur s'po thomish një 15 aksidente. Edhe janë që nuk janë lajmëruar në polici hiç, janë marrë vesh edhe. Përveç ndërmjet automjeteve që ka shumë aksidente, këtu janë të rrezikuar edhe jeta e qytetarëve, komsorëve, çdo moment sepse të kalosh në këtë pjesë është shumë e rrezikshme.